Përshëndetje, unë jam Lindita dhe sot do të vi me teknikën e frymarrjes alternuese me vizualizim dhe afirmime. Frymarrja me vrim të alternuar ose të mbyllur aktivizon sistemin nervor parasimpatik që qetëson trupin dhe ul ankthin. Mbajtja e frymës dhe vizualizimit ftoftit krijon ndjesi të lirimit dhe qetësisë, sikur trupi po nxjerr tensionin dhe emocionet negative. Frymarrja e ngrohtë dhe thirrja e afirmimit përforcon ndjesinë e pranimit, ngroh trupin dhe mendjen dhe përforcon mesazhin. Po liroj çdo gjë që nuk më shërben. Pra, ajo që po bën nuk është vetëm frymarrje, është një praktikë meditimit në veprim që e ul dridhjet nga paniku në momentet stresuese. Përqendron mendjen në diçka konkrete dhe jo në frikë. Ndihmon të ndjej kontroll mbi trupin dhe situatën. Pika kyçe është të bëhet me kujdes edhe ngadalë, duke ndjerë çdo frymarrje dhe çdo lirim të tensionit. E mbyll njërin vrim të hundës me gisht, merr frymë ngadalë nga vrima e hapur, duke imagjinuar ajrin e ftohtë që futet dhe ndalon tensionin. Mbajeni frymën për 4 sekonda duke thënë mrena mendjes: po liroj çdo gjë që nuk më shërben. Lëshon frymën ngadalë nga goja, duke ndjerë tensionin që largohet dhe tani e ndryshon vrimën. E mbyll vrimën tjetër dhe merr frymë nga vrima tjetër. E imagjinon ajrin e ngrohtë që mbush trupin edhe mendjen, duke thënë brenda mendjes: po marr forcë dhe qetësi. Dhe mbyllja e kësaj teknike, merr një frymarrje të thellë nga hunda dhe lëshon nga goja. Thuaje brenda mendjes: jam e qetë, çdo gjë është në rregull. Kjo mund të përdoret për çdo situatë, paniku, ankthi, stresi apo çdo moment kur trupi ndihet i mbushur me tension.